U tentua për herë të 22 formimi i Kuvendit të Kosovës, ashtu sikur herët paraprake edhe në ditën e martë për herë të 22 tentimi përfundoi pa rezultat. Në seancë kanë marrë pjesë 109 deputetë, nga të cilët 54 deputetë votuan për krijimin e komisionit për votim të fshehtë, një kundër ndërsa nuk pati asnjë abstenim. Megjithatë, për shkak të mungesës së kuorumit të nevojshëm për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, procesi nuk u finalizua. Pas përfundimit të votimit, kryesuesi i seancës njoftoi ndërprerjen e saj, duke caktuar vazhdimin më 29 maj në orën 11. Gjërsa vazhdon bllokada, në media ekziston deklarime se nisma për Kosovën do të bëjë lëvizje të radhës për zhbllokimin e kuvendit. Sipas raportimeve, nisma do të bëjë lëvizje për zgjidhjen e kryetarit të kuvendit në seancën konstitutive të kuvendit. Ishte një deklaratë që vje si rezultati i gjendjes pozitive. Kurti e ka të qartë se nuk është kryeministër në largim, por në ardhje. Duket se në këtë pikë ka lëvizje, pres që kjo të ndodhë nesër ose të rinjten. Nuk ka kuptim më të vetë numërohet për shikim, pare krejt procedural e pastaj de facto me iden që të bllokohet sa më shumë. Mendoj se ka lëvizje edhe të tjera përpos nismës. Kam përshtypjen se ka lëvizje nga pozicioni nismës dhe rilexim pozicionesh. Kështu ka deklaruar analisti Sadri Ramabaja. Gazeta Bota Sot ka kontaktuar deputetin e kësaj partije, Gjevahiri Izmaku, rreth këtyre deklarimeve dhe në rast se ka pasur ndonjë takim të ri mes kreut të nismës, Fatmir Limaj dhe kreut të lëvizjes vetë vendosje Albin Kurti. Izmaku thotë se partia e tyre është e përkushtuar për zhbllokimin e kuvendit, sipas saj nuk ka pasur ndonjë takim të ri mes Limaj dhe Kurtit, por bisedimet dhe komunikimet politike po vazhdojnë. Ajo konsideron se Limaj përbën një mundësi reale për të udhëhequr kuvendin në këtë fazë sfiduese. Figura e Limajt me përvojë të gjatë politike, me komunikimin e tij të pranueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe me një dhunti për të ndërtuar ura bashkëpunimi përbën një mundësi reale për të udhëhequr kuvendin në këtë fazë sfiduese. Nuk bëhet fjalë për ambicie pozite, por për një ofertë të sinqertë në funksion të interesit të vendit, sepse Kosovës i duan institucionet funksionale më shumë se kur, pohoi deputetja nga nisma për Kosovën. Ngërçi politik në kuvend vazhdon që prej 15 prillit atëherë kur deputetët u betuan, por ende nuk kanë arritur të zgjedhin kryetarin duke mbajtur institucionin në një situatë bllokade.